Në plan të parë, duhet i përshëndesim gjithë qytetarët e Republikës Kosovës për organizimin e zgjedhjeve model, pra zgjedhje të cilat vërtet u mbajtën mirë, pa probleme, pa incidente, pa më të voglin shkas për të diskutuar fare. Shpresojmë se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve mos ta prish festën që dje ka zhvillu mirë, se s'ka ndodhur në zgjedhjet e fundit me ato ndërhyrjet e panevojshme në rinumërimin dhe në shtimin e vota, mos them të vjedhjes e vota, por shtimin e votave, manipulimit të caktuara. Ishte një proces zëdor i qetë, i mirë, dhe ishte një leksion jashtëzakonisht domethënës i qytetarëve të Kosovës, atyre që vërtet mendojnë për të mirën e vendit, duke i dhënë një goditje të jashtëzakonshme partive politike, që do të thotë kemi mbi 200.000 qytetarë të Kosovës, të cilët i kanë injoruar thirrjet e partive politike dhe nuk kanë pranuar të jenë pjesë e lojrave të tyre për zgjedhje të kopaskoshme, të zgjedhjeve të cilat mbahen sa përteke personale, zgjedhje të cilat mbahen me qëllim vetëm të ruajtjes së pozicioneve të tyre individuale, për jo dhe të interesave të Republikës Kosovës. Pra, dallimi prej mbi 200.000 votuesve të cilat nuk ju përgjigjen zgjedhjeve tregon më së miri se qytetarët e Kosovës tashmë janë të vetëdijsuar dhe nuk mundet kushdo, kur t'i teket, të bëjë thirrje të shkatërrojë institucionet për të realizuar egot të tyre personale. E qartë, dhe nëse nuk do të ketë ndonjë ankesë, profesor, shpallja rezultateve përfundimtare do të bëhet më 26 qershor.